Avukati ke qafojnë rrejti. Jo, ishpa. Plagën dëkjepruse të vjerit e ka shkaktuar këtu i akuzuari pagesë. Më lejoni edhe një herë që në emrin tim personal dhe të orkes Zhugollit dhe familjes së tij të shpreh ngushëllime të sinqerta. Vrasja është vepër penale që vjen në kapitull e vepra penale kundër jetës dhe trupit. Vrasja objekt e mbrojtjes ka jetën e njeriu, e cila në aspektin ligjor gëzon mbrojtje edhe me nenin 25 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, por edhe me nenin 2 të Konventit Evropian për të drejtat e njeriut. Tani më nuk është kontestues as fakti se vdekja e tij ka qenë e dhunshme dhe se e njëjta është shkaktuar nga veprimi i mjetit të mpret, përkatësisht nga plaga shkuese në krahëror e cila ka shkaktuar shokun hemorragjik dhe përforimin e zemrës, fakt ky i vërtetuar nga raporti i autopsisë. Po ashtu nuk është kontestues as fakti se veprimi sulmues, përkatësisht se goditjen me thikë, duke shkaktuar plagën dëkjepruse të vjerit e ka shkaktuar këtu i akuzuari pagesë. Në të sagën e tij shqyrtimi gjyqësor, i akuzuari dhe mbrojtja kanë tentuar që para gjykatës veprimet e tij të paraqesin në trajtjen e vetmbrojtjes, sepse i akuzuari mund të ketë pas mosmarrëveshje në komunikacion paraprakisht, pasi që siç ka deklaruar edhe vetë në mbrojtjen e tij, i njëjti kur është pyqur në rrugë është pyqur në shëritjen e shpejtë të lëvizjes. Dhe kjo mbase është shkak se i njëjti nuk ka poseduar patën shofer. Më lejoni edhe një herë që në emrin tim personal dhe të orkes Zhugollit dhe familjes së tij të shpreh ngushëllime të sinqerta familjes Zhegova dhe po ashtu të shprehin dhimbjen tonë për humbjen e jetës së një të riu. Nuk mohohet fakti, nuk kontestohet pra tani se në datën 12/9/2022 në magjistratin po dy Prishtinë kishte ndodhur një incident krejtësisht i papritur, i paplanifikuar dhe i aty paratyshëm. Kishte ndodhur një mosmarrëveshje mes dy automjeteve, e që nga momenti kur ndalohen, kohën reale prej 30 sekondash nga momenti kur ndalen automjetet, përfundon në gjithë ngjarja dhe nga kjo pra pasoi është humbja e jetës së një njeriu dhe po ashtu siç dihet tani dëmtimi i jetës dhe karrierës së një njeriu tjetër. Ne kemi shkruar në fjalën tonë përfundimtare se që nga fillimi kjo çështje nuk u trajtua drejt, por kjo Zhugolli kishte pasur një defekt në automjet dhe të lashe siç e ka theksuar ai vet me pedalin e gazit, kur nuk ka pasur mundësi që të rreshtohet saktësisht, meqense se dihet se njëri nuk ishte asnjë problem që ta pengoja asgjë. Ndohet avukati tonë? Vërtet. A ki diçka me shtu? Po pasu si po dëmtuar, është pasim Zhegova. A ki ne i deklarohet tjetër shtetë diçka më të? Avukati ke qafojnë rrejti. Jo, ishpa. Punën shteti këto qata. E në bështet kur të dhe shtetë.